Prokuroria e Tiranës dhe SPAK janë duke bërë ping-pong me hetimin e një kallëzimi ku ish prokurori i përgjithshëm Adriatik Llalla akuzohet për shpërdorim të detyrës. Ish kryeprokurori i dënuar me 2 vite burg nga gjykata e posaçme për fshehje dhe mosdeklarim të pasurisë, që nuk shkoi asnjëherë në qeli pasi u largua jashtë vendit përpara dënimit, është kallëzuar nga një ish oficer policie gjyqësore. Ky i fundit pretendon se Llalla ka shpërdoruar detyrën kur firmosi një urdhër të shkarkimit të menjëhershëm nga detyra në vitin 2016 për shkak të një komenti të tij në rrjetet sociale. Gjykata e posaçme mori së fundmi në shqyrtim një kërkesë të SPAK, por gjyqtarja e posaçme Irena Gjoka u gjendë në situatë ku dosja nuk ishte në duart e SPAK. Në këto kushte, gjyqtarja Gjoka vendosi të deklarojë të papranueshme kërkesën e SPAK, pasi gjykimi kishte mbetur pa objekt. Por çka ndodhur në hetimin penal të SPAK numër 103 të vitit 2024, referuar vendimit të gjykatës së posaçme, fillimisht kallëzimi për shpërdorim detyre ndaj ish kryeprokurorit Adriatik Llalla është regjistruar nga Prokuroria e Tiranës në shkurt të vitit 2023. Pas gati një vit hetimi, kjo prokurori ka regjistruar emrin e ish kryeprokurorit Llalla si person nën hetim. Në të njëjtin moment, Prokuroria e Tiranës ka shpallur mos kompetencë dhe ka dërguar dosjen në SPAK, si prokurori që mund të hetojë akuzat ndaj një ish kryeprokurori. Pasi e ka marrë në dorë, SPAK ka regjistruar çështjen penale, por po aty ka vendosur të heqë emrin e Llallës, krah akuzës për shpërdorim detyre. 7 muaj më vonë, SPAK ka kërkuar të pushojë çështjen, fakt që nuk është refuzuar nga gjykata e posaçme, që duke vënë re hetime të paplota, ka kthyer dosjen për 3 muaj në prokurori, ndërsa gjykata priste rezultatet e veprimeve hetimore të kërkuara prej saj. Më 30 dhjetor, SPAK ka shpallur mos kompetencë, duke e përcjell dosjen në Prokurorinë e Tiranës. SPAK ka vlerësuar se për rastin në fjalë mund të ndodheshin përpara mundësisë për të hetuar veprën penale të mashtrimit kompjuterik. Referuar vendimit të gjykatës së posaçme, kallëzuesi i Llallës ka pretenduar se SPAK nuk zbatoi urdhërimet e gjykatës dhe ka kërkuar vazhdimin e hetimit, hetim që ndodhet tashmë në duart e prokurorisë së kryeqytetit.